Një 20 vjeçar portugez u vra me thik në një nga lokalet e plazhit në Ksamil. Autori është një 29 vjeçar që punonte si truproi në këtë lokal, i cili u vu në pranga në tentativë për t'u larguar në bagazhin e një makine i ndihmuar nga një çift turk. Kjo e martë shënoi 9 vatra zjarri, por vetëm 6 janë aktive. Një është nën kontroll dhe 2 po mbahen në monitorim. Situata mbetet e vështirë në malin e Dajtit, ndërsa në parkun kombëtar të Lurës vatra është izoluar. Për momentin s'ka rrezik për banesat. Blerjet online në Shqipëri janë shufishuar në vetëm pak vite, duke bërë që të vihet në lëvizje administrata tatimore. Autoritetet kanë identifikuar mbi 2000 subjekte që kryen këtë aktivitet pa NIP dhe në fshehje të ardhurave. Partitë kryesore të opozitës në Kosovë bojkotuan takimin e thirrur nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Axhiu. Ajo tha se së shpejti do të ketë një takim mes vetëvendosjes dhe LDK-s për çështjen e presidentit të ri. Lufta në Iran ka goditur rënd besimin e amerikanëve tek presidenti Donald Trump. Një sondazh i agjencisë lajmeve Reuters tregon se tani e mbështesin vetëm 33% e qytetarëve, niveli më i ulët në 2 mandatet e tij presidenciale. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Do ta nisim me një ngjarje të rëndë. Një 20 vjeçar portugez u vra me thik në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme në një nga lokalet e plazhit të Ksamilit. Autori është një 29 vjeçar që punonte si truproi në këtë lokal, i cili u vu në pranga në tentativë për t'u larguar në bagazhin e një makine i ndihmuar nga një çift turk. Këto janë momentet e arrestimit të 29 vjeçarit Sokrat Vata në Levan të Fierit, 5 orë pasi vrau me thik 20 vjeçarin Luis Miguel Varela Mendes nga Portugalia në një lokal në Bregdetin e Ksamilit, ku punonte si truproi. Ai la trupin e të riut që fillimisht u identifikua si francez në shezlongët e plazhit para lokalit, pa shenjajete dhe me plagë të goditjes me thik, dhe u largua duke u fshehur në bagazhin e kësaj makine tip Ford. Në drejtimin e makinës që udhëtonte drejt Tiranës ishte një grua 31 vjeçe shtetase turke dhe pasagjer në të një 38 vjeçar, po ashtu nga Turqia. Të dy ata u arrestuan për dhënien ndihmë të autorit në mënyrë që të largohej, por hetuesit po mundohen të sqarojnë edhe rolin e tyre në vrasje. Në pranga për këtë ngjarje vu edhe Mojsid Matusha, një punonjës policie në drejtorinë e kufirit Gjirokastër, pasi ka dyshime se ka ndihmuar Vatën të largohej nga vendi i ngjarjes. Ai rezulton se paralelisht me detyrën e tij punonte si bodyguard në biznesin ku ndodhi ngjarja. Po ashtu në kërkim u shpall edhe një tjetër person që ka qenë në vendin e ngjarjes dhe rezulton se është larguar drejt Tiranës. Në pyetje për zbardhjen e rrethanave të krimit janë marrë rreth 40 persona. Hetuesit janë duke zbardhur edhe pamjet e kamerave të sigurisë së biznesit ku ndodhi ngjarja. Sipas hetimeve të deritanishme, policia thotë se vrasja e të riut portugez ka ndodhur pasi konflikti për motive të dobta që lidhej për një vajzë. Fillimisht erri ka nisur në ambientet e brendshme dhe më pas është vendosur në pjesën e plazhit. Autori i ngjarjes së rëndë rezulton person me precedent kriminal dhe i përfshirë në Angli në çështje të trafikut të drogës. Më shumë detaje lidhur me këtë ngjarje na jep në këtë moment gazetarja jon Greta Haskaj. Greta, të përshëndes, çfarë kanë zbuluar hetuesi deri më tani për rrethanat e kësaj ngjarje dhe ku është përqendruar tashmë puna për zbardhjen e plotë të saj? Iva, ju përshëndes edhe unë. Saktësisht pas 5 orësh në Arati është bërë mundur kapja në flagrancë dhe arrestimi i 29 vjeçarit të Sokrat Vata, autorit të dyshuar të vrasjes së turistit portugez në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte, dhe pikërisht pas arrestimit të tij, orë pas ore janë hedhur edhe më shumë dritë mbi detajet të reja sa i përket dinamikës të kësaj ngjarje. Autori ishte fshehur në bagazhin e një automjeti tip Ford, i cili po udhëtonte në drejtim të Tiranës, ndërkohë që brenda në automjet kanë qenë edhe një çift tursh, të cilët dyshohet se kanë qenë personat e parë të cilët kanë ndihmuar 29 vjeçarin të largohej nga vendi i ngjarjes, dhe gjithashtu në drejtim të Tiranës, ku arrestimi i tij është bërë i mundur në aksin Levan Fier.
Nga ana tjetër duhet të thënë se gjithashtu hetimet kanë nisur edhe për një punonjës policisë të shtetit, bëhet fjalë për 24 vjeçarin Mojsit Matushaj, i cili me detyrë ndihmë specialisti i hetimit të krimit në komisariatin e policisë së Gjirokastrës, aty ku gjithashtu dyshohet se ky person të ketë ndihmuar 29 vjeçarin pra të bëjë të mundur fshehjen e kësaj ngjarje, dhe nga ana tjetër gjithashtu një person tjetër është në kërkim. Po ashtu duhet thënë Iva se mbi 42 persona janë shoqëruar në komisariatin e policisë së Sarandës për të marrë në pyetje dhe për të bërë të mundur edhe zbardhjen e detajeve të tjera, ndërkohë që duket se zgjidhja apo zbardhja e kësaj ngjarjeje po shkojnë drejt fundit, ku duhet thënë për ta mbyllur se përveç policisë do të jetë prokuroria e Sarandës ajo e cila do të japi le të themi verdiktin final dhe zbardhjen e rrethanave për këtë ngjarje. Qartë, Greta, të falenderoj për raportimin tënd lidhur me këtë ngjarje, ndërkohë do të zhvendosemi tani në Elbasan, ku sot ka dalë para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë Poli Boriçi, akuzuar për atentatin e dështuar ndaj Ermir Kortezit. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi gazetarin Fatos Alliu. Fatos, të përshëndes, çfarë detajesh ka nga seanca? Përshëndetje, sapo ka përfunduar procesi gjyqësor këtu në gjykatën e rrethit gjyqësor në Elbasan në ngarkim të shtetasit Poli Boriçi, i akuzuar nga prokuroria e Elbasanit për vepër penale të tentativës së vrasjes së shtetasit Ermir Kortezi. Ngjarje kjo e ndodhur pas ditën e së shtunës në ambientet e jashtme të një lokali këtu në Elbasan, bazuar në provat silmike në të dhënat shkencore, si dhe nga dëshmitarët okular. Prokuroria ngriti ndaj tij akuzën e tentativës së vrasjes dhe ambajtjes pa leje pra. Ndërkohë që procesi gjyqësor u zhvillua me dyrë të mbyllura, mësohet se autori është shprehur që nuk kishte për qëllim pra ta vriste kundërshtarin e tij, por ta friksonte atë, sepse ndjehi i kërcënuar bazuar në një ngjarje që kishte ndodhur vite më parë, pra një konflikti që kishte ndodhur vite më parë mes dy autorëve. Megjithatë, pasi ka dëgjuar palët, trupi gjykues ka vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrestit në burg. Qartë, Fatos, të falenderoj për të gjitha informacionet që përcollën në studio lidhur me këtë seancë. Ndërkohë ne do të ecim më tej. Policia e Tiranës ka njoftuar arrestimin e njërit prej grabitësve të argjendarisë në Paskuqan pak ditë më parë. Hetuesit gjetën edhe armën dhe maskat e silikonit që autorët përdorën gjatë grabitjes. 35 vjeçari Ergjys Kalsi, banues në Laçu, arrestua nga policia në Qafthan në përpjekje për t'u larguar si një nga autorët e grabitjes së argjendarisë në Paskuqan në 5 gusht. Ndaj tij rëndon akuza e vjedhjes me dhunë kryer në bashkëpunim me një person tjetër të disa bijuterive dhe armbajtje pa leje. Përmes kamerave të sigurisë, policia ndoqi itinerarin e tyre dhe një ditë pas grabitjes në një zonë të pyllëzuar të fshatit Zgafnur, u gjetën arma automatike e përdorur në ngjarje me krerin me fishek. Po ashtu në të njëjtin vend ishin fshehur edhe një skafandër motociklete lyer me ngjyrë gri, 2 maska silikoni që shihni në pamje, një palë doreza si dhe veshje të tjera. Po ashtu në 9 gusht policia gjeti në liçenin e Qinamit motorin që besohet se është përdorur për të kryer grabitjen. Kalsi bashkë me një person tjetër ende të pa identifikuar u futën të maskuar në argjendari në 5 gusht dhe përmes kanocës me një armë zjarri, vodhë bizhu me vlerë rreth 1.5 milion lek dhe më pas u larguan me një motor. Nëntë vatra zjarri janë raportuar në të gjithë vendin këtë të martë, nga të cilat 6 mbeten aktive, 1 është nën kontroll dhe 2 bombahen nën monitorim. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata është përmirësuar në parkun kombëtar të Lurës, pasi korridoret e hapura kanë bërë të mundur izolimin e zjarrit. Vazhdon puna për shuarjen e tij me forcat operacionale, 30 efektiv të ushtrisë dhe 2 avion Air Tractor, ndërsa nuk ka rrezik për banesat. Ndërsa në malin e Dajtit në Tiranë, flakët po mbahen nën kontroll, megjithse vatra mbetet aktive në të dyja anët e Kreshtës. Vatra aktive zjarri raportohen edhe në Bulqiz, Mat, Mirdit dhe Puk. Një autobus me turist të huaj mori flak në lëvizje në qafën e Kalas o Beratit, pasi janë vërejtur shkëndijat e para, shoferi ka ndaluar dhe 52 pasagjerët që ndodheshin brenda mes tyre dhe fëmijë kanë mundur të zbresin. Në vendngjarje shkuan forca zjarfikse për të shuar flakët. Si pasojë e zjarrit, autobusi është plumbuar totalisht.
Një aksident ndodhi sot rreth orës 5 të mëngjesit në afërsi të fshatit Sovjan të Maliqit, ku një autoambulancë u përplas me një automjet tjetër. Për pasojë ka mbetur i plagosur një person që udhëtonte në automjetin e vogël. Sipas të dhënave nga vendi i ngjarjes, i plagosuri është jashtë rrezikut për jetën. Blerjet online në Shqipëri janë shumë fishuar në vetëm pak vite, duke bërë që të vihet në lëvizje administrata tatimore. Autoritetet kanë identifikuar mbi 2000 subjekte që kryen këtë aktivitet pa nipt dhe në fshehje të ardhurave. Nga një faqe në Instagram, një mesazh në Facebook dhe një porosim me kurrier, tregtia po zhvendoset gjithnjë më shumë në ekranin e telefonit. Në vetëm 5 vite, pesha e shqiptarëve që blejnë online është rritur 4.2 herë, duke arritur në 42.4% të grup moshës 16 deri në 74 vjeç në vitin 2024. Rritja e shpejtë e këtij tregu ka vënë në lëvizje tatimet, pasi jo çdo aktivitet që duket qartë në internet lë të njëjtën gjurmë në sistemin fiskal. Sipas një plani të hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, 2016 subjekte janë vendosur në fokus, ku 68% të cilëve ndodhen në Tiranë. Një nga problematikat kryesore është pagesa në dorëzim. Porosia bëhet online, ndërsa pagesat kryen cash, duke krijuar sipas planit hapësirë për fshehjen e qarkullimit dhe shmangjen e detyrimeve tatimore. Në fokus janë edhe shitësit në Instagram e Facebook pa nipt, deklarimi i pasaktit xhiros, punonjësit e pa deklaruar dhe shmangja e TVSH-s. Tatimet parashikojnë një qasje që nis me ndërgjegjësimin dhe njoftimet digjitale, por mund të shkojë deri në blerjet test, kontrollet në terren dhe hetimet investigative. Paqja fiskale duket se ka dhënë edhe efektet e para të zbatimit. Mbi 410 milion euro janë fshirë si pjesë të detyrimeve që bizneset i kanë pasur shtetit. Deri më 31 korrik të këtij viti në kuadër të zbatimit të paqes fiskale, sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, janë fshirë ose lëshuar detyrime në vlerën e 410 milion eurove për 204.413 tatim pagues. Ligji për fshirjen e detyrimeve tatimore, doganore dhe të pushtetit vendor po zbatohet në disa faza, siç bën të ditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Fillimisht, nga data 10 qershor deri më 30 qershor të këtij viti, u zbatua faza e pagesave për përfitimin nga falja me kusht e detyrimeve tatimore, gjobave dhe kamat vonesave, ndërsa për periudhën 2015-2019 përfitohet fshirje e 50% e detyrimit principal, si dhe fshirje e plot e gjobave dhe kamat vonesave, nëse 50% e mbetur paguhet një herësh nga 10 deri më 30 qershor 2026. Për periudhën 2015-2019 përfitohet fshirje e 25% e detyrimit principal, si dhe fshirje e plot e gjobave dhe kamat vonesave. Afati për të paguar 75% të principalit me kushtin që të fshihet pjesa e mbetur, paguhet nga 10/6/2026 deri më 31 dhjetor të këtij viti. Ndërsa për periudhën 2020-2024 përfitohet fshirje e plot e gjobave dhe kamat vonesave nëse paguhet 100% e detyrimit principal prej datës 10 deri më 31 dhjetor të këtij viti, nënvizojnë tatimet. Flasim tani për një raport të fundit të Eurostat, i cili vëren se shqiptarët janë ndër të parët në Europë për ruajtjen e lidhjes me familjen dhe të afërmit. Ekspertët thonë se ruajtja e kontakteve me familjarët është një vlerë e trashëguar, por që edhe rrezikohet të shuhet në gjeneratat e reja. Shqiptarët vazhdojnë të ruajnë me fanatizëm një karakteristikë të trashëguar brez pas brezi, ato të lidhjes së fortë me familjarët dhe të afërmit. Sipas të dhënave të Eurostat, rreth 24.6% e qytetarëve në Shqipëri takohen çdo ditë me familjarët dhe miqt, duke u veçuar nga popujt e tjerë të Europës, ku tregues se për këtë aspekt janë shumë më të ulët. Por pse kjo lidhje ka mbetur ende e fortë? Fakti që gati 1/4 e këtyre qytetarëve ende vijojnë të takojnë për ditë me familjarët e tyre është shenjë një vendosmërie apo qëndrueshmërie të kulturës sonë, sa i takon atyre që i konsideron vlera. Kemi trashëguar dashurinë për familjarin ton, për të afërmin ton, mbështetjen për të. Ky bashkëveprim social i shqiptarëve me njëri tjetrin është një veçori dalluese me shoqëritë e tjera europiane.
sidomos ato perëndimore ku individualizmi është më i pranishëm. Tu kemi parë se si e manifestojnë shoqëritë e tjera këtë mungesë të lidhjeve me familjarët dhe se sa në vetmi ata jetojnë apo se sa të izoluar duken njëri nga tjetri dhe kur i kemi parë kështu nuk i kemi pëlqyer. Megjithëse kjo vlerë mbetet ende shumë e rëndësishme në kulturën shqiptare, dallimi mes brezave po bëhet më i dukshëm tek të rinjt, kur bëhet fjalë për lidhjet farefisnore. Gjeneratat e reja, veçanërisht gjenerata Z, por edhe gjenerata Alfa, të lindurit pas 12 vjetës, janë duke manifestuar këtë dëshirë për shkëputje. Ndonë se sfidat për t'i mbajtur të forta lidhjet janë të mëdha, ndikuar nga imigracioni. Sipas ekspertëve të çështjeve sociale, rikthimi masiv i emigrantëve në vend të gjatë verës është tregues se kjo veçori e shoqërisë po ruhet. Janë të shumt të huajt që vizitojnë Muzeun Arkeologjik të Durrësit, ata thonë se duan të mësojnë më shumë për historinë e lashtë të qytetit bregdetar. Muzeu Arkeologjik i Durrësit çdo ditë më shumë po tërheq vizitor, jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Pas disa muajsh ku hyrja në këtë muze ishte falas, prej 2 javësh të hysh në këtë godinë është me pagesë. Tarifa e vendosur është 800 lek, ndërsa për studentët ajo është 250 lek. Pensionistët paguajnë 400 lek, ndërsa grupet e vizitorëve deri me 12 persona paguajnë 700 lek. Pavarësisht vendosjes së tarifës, interesi mbetet i lartë nga turistët. Kemi pasur grupe nga Italia, ka pasur nga Franca, nga Gjermania, ka pasur grupe nga Amerika, të cilët kanë ardhur për ta parë, pra nga vendet ndryshme, edhe nga Nigeria ka pasur vizitorë të ndryshëm. Përshtypjet janë pozitive edhe nga turistët e huaj. Është hera e parë që vi këtu, muzeu është shumë interesant dhe më pëlqeu shumë edhe historia. I'm from France. Jemi nga Franca, është herë e parë në Shqipëri dhe po vizitojmë këtë muze për të njohur historinë dhe kulturën e vendit tuaj. Great museum. Është një muze shumë i bukur, është interesante të shohësh se si ka qenë historia dhe kultura e këtij vendi. Muzeu Arkeologjik i Durrësit u rihap për vizitorët pasi përfundoi procesi restaurimit dhe rikualifikimit në muajin prill. Ky proces dha mundësinë për hapësira të reja, si dhe për një mënyrë prezantimi të përditësuar të objekteve të ndryshme. Tabloidi britanik The Sun i ka kushtuar sërish vëmendje Shqipërisë, ajo u ka rekomanduar lexuesve të vizitojnë Tiranën dhe Rivierën e Jugut. Nëse po mendoni se ku të shkoni me pushime, atëherë mund të merrni në konsiderat Shqipërinë. Kështu e nis artikulli në tabloidi britanik The Sun, teksa e referohet një studimi se Shqipëria është ndër destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në Europë. Sipas Thomas Cook, rezervimet janë rritur me një shifër marramense prej 293%, dhe kjo nuk është as pak befasuese pasi Shqipëria ka shumë për të eksploruar, përfshirë plazhe të bukura, me ujëra kristal të pastër, një kryeqytet relativisht të qetë dhe verë të lirë. Për shkrimin për Shqipërinë, The Sun e nis me kryeqytetin, Tiranën, ku moti është shumë i mirë dhe turin mund ta nisësh nga sheshi Skënderbej. The Sun shkruan më tej se Shqipëria është gjithashtu vendi i të quajturave Maldivet e Europës. Ksamili, i cili e ka marrë këtë epitet për shkak të plazheve të bukura, rërës të butë dhe ujrave kristal të pastër. Por nëse preferoni të eksploroni historinë, Shqipëria ka disa qytete historike shumë të bukura si Berati dhe Gjirokastra, të cilat janë të dyja sitet të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Në fund, The Sun sugjeron Durrësin, ku gjendet Amfiteatri Romak, ku mund të shijohet gjithashtu edhe shëtitja në bregun e Adriatikut, ndërsa motej në Golem për të provuar aktivitete të ndryshme ujore. Britanikët që duan të vizitojnë këtë vend ende pak të eksploruar, tekston The Sun, mund të fluturojnë direkt gjatë verës nga Londra, Birmingham, Manchester, Edinburgh dhe Liverpool. Partitë kryesore të opozitës në Kosovë bojkotuan takimin e thirrur sot nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albolena Axhiu, duke kërkuar që Albin Kurti të mos i mbajë më peng institucionet. Axhiu tha se së shpejti do të ketë një takim mes vetëvendosjes dhe LDK-s për çështjen e presidentit. Ushtruesja e detyrës së presidentit Albolena Axhiu ka paralajmëruar se së shpejti do të mbahet një takim mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për çështjen e presidentit. Pas takimit me partitë parlamentare pa përfshirjen e opozitës, Axhiu shpreh se është njoftuar nga kryetari i vetëvendosjes se do të ftojë së shpejti në takim LDK-n. Ka bërthirrje që partitë politike të nisin të flasin me emra konkret për kandidatura për president. Le të fillojmë të flasim me emra të përvetshëm për një kandidat konsensual.
për një kandidat që nuk është në ndonjërën nga partitë politike. Haxhiu ka shprehur keqardhje që partitë opozitare refuzuan takimin. E kryoi vetëvendosjes Albin Kurti pas takimit me Haxhiu nuk ka dhënë detaje se kur do të kërkojë vazhdimin e saksës mundësisht. E deputetët e PDK-s dhe AAK-s janë mbledhur sërish në sallën e Kuvendit. Do të procedojnë kërkesën për seancën e radhës pas 48 orësh. Shkelja e kushtetutës nuk guxon të shndrohet në normë, në normalitet. Ftesën e Haxhiut e kanë refuzuar krerët e PDK-s, LDK-s dhe AAK-s. Ndalemi tani me zhvillimet nga bota. Lufta në Iran duket se ka goditur rënd besimin e amerikanëve tek presidenti Donald Trump. Një sondazh i agjencisë së lajmeve Reuters tregon se tani e mbështesin vetëm 33% e qytetarëve, niveli më i ulët në 2 mandatet e tij presidenciale. Populariteti i presidentit amerikan Donald Trump ka rënë në nivelin më të ulët që ka parë ndonjëherë gjatë 2 mandateve të tij presidenciale, e gjitha prej vendimit për të sulmuar Iranin. Sipas sondazhit më të fundit të agjencive Reuters dhe Ipsos, vetëm 33% e amerikanëve miratojnë punën e tij në shtëpinë e bardhë, ndërsa 64% e kundërshtojnë atë. Rrugëllisja e popularitetit lidhet me pasojat ekonomike të luftës ku bllokimi i tregtisë së naftës në ngushtisën e Hormuzit ka rritur ndjeshëm çmimin e karburantit dhe kostot e jetesës për familjet amerikane. Ndonse Trump kishte premtuar një konflikt të shkurtër disa javor, 80% e qytetarëve mendojnë se lufta do të zgjas për një kohë të gjatë. Pavarësisht se Trump e mbrojti vendimin duke u shprehur se çmimet më të larta të benzinës ia vlejnë për të ndaluar armatosjen bërthamore të Iranit, vetëm 1 në 5 amerikan mendon se lufta ka patur vlerë, duke dëmtuar seriozisht mbështetjen për republikanët. Çmimet e naftës së papërpunuar në bursat botërore kanë pësuar një rritje të re teksa armëpushimi SBA Iran skadoi mbrëm. Skadimi i afatit të armëpushimit dhe paqartësitë në rritje rreth ngushtisë së Hormuzit, pikë kyçe nga ku kalon 1/5 e furnizimit global, kanë bërë që çmimet e naftës të fluturojnë sërish në bursat ndërkombëtare. Në bursën e Londrës nafta e papërpunuar Brent arriti sërish në nivelin e $90 për fuqi, ndërsa në atë të Teksasit shkojnë rreth $85 duke shënuar nivelin më të lartë që nga fillimi i gushtit. Rritja e çmimeve nxitet veçanërisht nga këmbgulja e palëve në kushtet e tyre, me Teheranin që kërcënon heqjen e bllokadës, zhbllokimin e pasurive dhe përfundimin e kërcënimeve ushtarake nga Washingtoni, ndërsa presidenti amerikan kërkon që Irani të jap fund programit bërthamor si kusht për rihapjen e kalimit detar. Irani kërcënoi se mund të nisë nga momenti në moment një sulm të paprecedent kundër ushtrisë amerikane për thyrjen e bllokadës në Hormuz. Situata në terren mbetet tejet e tensionuar. Autoritetet detare raportuan se një anije tregtare u godit me një predhe pa njohur në ngushticë. Në një bisedë telefonike, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ofroi Trumpit ndërmjetësim me Iranin për zgjidhjen e krizës. Rusia kërcënon Britaninë se do ta paguajë shtrenjtë furnizimin e Ukrainës me dron pas konfirmimit zyrtar të këtij lajmi. Ambasada ruse në Londër i dërgoi një notë proteste qeverisë britanike. Rusia ka paralajmëruar zyrtarisht Britaninë e Madhe se do të paguajë një çmim të lartë pas konfirmimit se dronët prodhimit britanik po urdhërohen nga Ukraina për goditje në thellësitë të territorit rus. Ambasada ruse në Londër akuzoi Britaninë për përshkallëzim të qëllimshëm të konfliktit, ndërsa Ministria Britanike e Mbrojtjes u përgjigj se qëndron krah për krah me Ukrainën kundër sulmit rus. Situata në terren mbetet tejet kritike, por gjatë 2 ditëve të fundit Ukraina ka ndërmarrë valën më të madhe të sulmeve, duke lëshuar mbi 620 dronë drejt rajonit të Moskës, të cilët dëmtuan edhe qendrën e madhe logjistike Wildberries. Nga përplasjet me raketa dhe dronë gjatë natës së kaluar, të paktën 10 persona humbën jetën në Ukrainë, ndërsa dëmet konsiderueshme materiale janë shënuar në territorin rus. Në mesin e këtij përshkallëzimi ushtarak, Kievi zyrtar vijon të ankohet për mungesë kritike të sistemit Patriot. Ushtarakët e Ukrainës paralajmërojnë se deficitet e rënda të raketave mbrojtëse po lënë të pambrojtura qytetet dhe infrastrukturën civile përballë sulmeve me raketa balistike ruse. Mbritëm në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.